A ja vlen 17 Pro apo jo? Kam një javë tashmë që e përdor dhe mund t'ju jap një mendim konkret. Janë disa gjëra që më pëlqejnë shumë. E para, absolutisht bateria. E kam përdorur një ditë nga ora 8 të mëngjesit deri në orën 3 të mëngjesit të ditës tjetër dhe duhet të them që arrita në shtëpi me 15%. Me përdorim 5G, Maps, muzik, foto, video, Bluetooth dhe Wi-Fi të hapur pra çdo gjë. Kamerat këtë vit janë akoma dhe më mirë. Më shumë detaje, sidomos te zoom-i i ri 8x. Fantastike dhe ato. Kamera selfie ka sensorin e ri 18 megapiksel 4-or. Dhe ndryshimi nga modelet e vjetra duket si nata me ditën. Sidomos fakti që mund të bësh foto dhe video horizontale duke mbajtur telefonin në këtë mënyrë normalisht. Nuk e keni idenë se çfarë ndryshimi është. Unë vija nga një iPhone 15 Pro Max dhe duhet të them që ky 17 Pro duket me të vërtet më i shpejt. Pra, procesori i ri A19 Pro duket goxha eficient. A nxehet si modelet e vjetra? Jo. Kam një javë që e përdor dhe në përdorim të stresuar, asnjëherë nuk ka arritur nivele të larta nxehtësie. 15 Pro Max që kisha nxej direkt. Por normalisht për të pasur një telefon më të ftohtë këtë vit u desh të kalonim nga titani në alumin. A gërvisht atlet? Pjesën më të madhe të këtyre ditëve siç e shikoni dhe momentalisht e mbaj pa cover. E kam mbështetur në makinë, në tavolinë, hedhur në xhep, në çantë dhe në vende të tjera. Deri tani asnjë gërvishtje. Nuk e di si do shkoj me kalimin e kohës. Por, a ja vlen të ndrosh telefonin tënd për këtë? Nëse vjen nga një iPhone 14 Pro Max e poshtë, për mua po, sepse ndryshimin do e dallosh. Nëse ke një iPhone 15 Pro e lart, atëre për mua mos e ndrysho. Ndryshoje vetëm nëse bën punë të vërtet të rënda në telefon dhe nëse ke qef. Dhe si përfundim, a më pëlqeu ky 17 Pro? Absolutisht po. Sidomos fakti në një format të vogël të kesh një bateri aq të madhe dhe fakti që nuk nxehet për mua bën shumë. Pastaj për kamerat e dim si janë.